Në qarkun e Korçës janë 5 stabilimente të mëdha që mbashtojnë shpendë, si dhe një numër i madh fermash më të vogla familjare. Të gjitha këto kontrollohen çdo javë për të evidentuar raste të mundshme të gripit të shpendëve. Gjithashtu kontrolle kryhen edhe në të gjitha basenet ujore të qarkut të Korçës për raste të mundshme të shpendëve të ngordhur nga kjo sëmundje. Sipas përgjegjësit të sektorit të veterinarisë, deri më tani gjithë qarku është i pastër dhe i pa infektuar nga influenca aviare ose gripi i shpendëve. Qarku Korçës ka 5 stabilimente të mëdhenj që mbashtojnë shpendë, 2 me vezë dhe 3 me miq. Nuk kemi asnjë lloj problemi. Grupet e veterinare janë në shërbim, janë në monitorim të vazhdueshëm të baseneve ujore që ka qarku tonë, liçeni i Ohrit, liçeni i Prespës, rezervuaret e ndryshëm, sidomos ai Moglicës dhe i Gjançit. Gjithë tani nuk kemi asnjë shpend, as të egër të ngordhur. Grupet e veterinerëve janë në terren duke monitoruar vazhdimisht situatën, por rreziku për përhapjen e kësaj sëmundje është prezent. Ka rrezik, se mund të vijmë me shpendet e egra, mund të vijmë mund të për shembull dikush mund të marrë shpenda nga ashtu dhe mund të sjellë se neve që nuk i dim të ashtu. Po unë do të them të aktualisht, të tëra produktet që sot janë në treg, produktet e shpende, mishi apo vezët, konsumatorët do ta konsumojnë pa frikë se s'ka asnjë lloj problemi. Gjithë mirë. Latollari gjithashtu bën të ditur se të gjitha produktet që janë sot në treg, si mishi i shpendëve apo vezët, janë të sigurta dhe konsumatorët mund t'i konsumojnë pa frikë.